arrestuar punëtorët e pastrimit se i fshesës për disa ditë me radhë. Shkak janë kushtet e punës, mungesa e marrjes antidotës. Çfarë diskutohet sot me ata? Punëtorët ditën e dieshme vetëm kanë pasur një ankesë drejt zyrës së pagave, të ekonomisë së pagave, sepse nuk ka kaluar një fond i cili quhet fondi i kompensimit që ata marrin në vlerë monetare të disa zërave të kompensimit. Dhe kuptohet që ekonomisë e pagave ka dhënë sqarimin ditën e dieshme, duke sqaruar që Tesari ka pas probleme me sistemin që quhet sistemi aftëmisit, edhe ka qenë pengesë për kalimin e kësaj pagese drejt bankës. Sot sistemi ka kaluar, sipas informacionit që ka dhënë zyra e Tesarit, edhe punonësit brenda orës 1 do të jenë në bankat për të tërhequr pagesën. Kryetare, nuk është vetëm mungesa antidotës që është problemi i tyre, janë dhe disa kushte, kontenierët e tjera. Kjo ishte arsyeja që unë i takova ata, sepse ju e dini që ka qenë një nga vendimet e para të Këshillit Bashkiak që duhet të shkrirë ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit në një, për këto arsye që sot më vjen shumë mirë që dhe ju i faktoni, dhe me ata të drejtë thonë që koshat e plerave janë të amortizuara, vendet rreth koshave shkaktojnë pengesa sepse herë janë në rrugë, herë janë në zona të cilat nuk kanë infrastrukturë ku makinat teknologjike i kalon pengesë. Ju e dini që ndërmarrja ka pas probleme të mirëmbajtjes makinave. Të gjitha këto janë shqetësime që unë personalisht i kam paraqitur pranë Këshillit Bashkiak për të mbrojtur vendimin që ndërmarrja duhet shkrirë. Edhe ju e kuptoni që ka qenë ngarkesa rreth 20 veta, kanë qenë në territorin e Bashkisë Vlorës, në territor dhe sipërfaqe shumë të madhe, dhe binte ngarkesa në 20 veta, të cilët punonin orë pa pushim. Kjo ka shkaktuar pa diskutim edhe zemratën e tyre. Në kuadrin e shkrirjes së dy ndërmarrjeve, ku ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit do të jetë një, kuptohet që çdo rajon do të ketë një numër të lartë punonësit. Pra, është gati 30-35 punonjës sot që neve flasim në një rajon, edhe kuptohet që rajoni do të menaxhohet nga mbikëqyrësit me 35 punëtor, jo siç ka qenë me 2 punëtor vetëm. Edhe rrugët shumë shpejt ne kemi bërë projektin dhe ju keni qenë prezent në Këshillin Bashkiak, që ne kemi pretenduar që me mbarimin e afatit të ujësierësit, që zyrtarisht ata kanë njoftuar në maj mbarimin e projektit të tyre, projekt i cili menaxhohet kryesisht nga ndërmarrja e ujësierës kanalizimeve, dhe ne do të fillojmë me asfaltimet e rrugëve, duke krijuar dhe ato spotet brenda një infrastrukture, sepse me të drejtë rrugët duke qenë të dëmtuara, tërheqja e gjithë kazanëve edhe makinave teknologjike ka vështirësitë e veta. Do të ketë kontener të rinj ose do të ketë kontener të rinj. Ermal, po ta shikosh në fundin e kësaj ndërmarrje ka kontener të rinj, por për shkak të infrastrukturës së rrugëve që ju e dini që është e dëmtuar, e ka bërë gjithë këtë vështirësinë e vendosjes dhe e zvendësimit të tyre. Një pyetje e fundit, shkrirja e dy ndërmarrjeve, mendon se do të jetë më efikase? Unë mendoj në gjithë analizën që kemi bërë, se kur merret një vendim, ka një analizë dhe quhet dhe analiza e riskut. Pra, ne duhet të shikojmë rritja e burimeve zore në numër, ndryshimi komplet i infrastrukturës, ndryshimi i menaxhimit, kontrata shtesë që ka Agjencia e Mjedisit në sezonin turistik, janë të gjitha masat e marrë për të lehtësuar punonjësit. Punonjësit nuk mund të punojnë vetëm orët e natës, sepse ju e dini, keni qenë në këtë qytet që ata pretendojnë që ne duam të punojnë vetëm natën, po ju e dini që 20 veta duke qenë në dimër, në temperaturë -3, -4, +4, do më thënë në temperaturat të cilat e krijojnë vështirësinë, burimet njerëzore shpesh nuk e menaxhojnë dot orarin e punës dhe ti kontrollosh që ata punojnë 8 orë pune. Dhe kjo ka qenë arsyeja që ne kemi menduar qyteti duhet pastruar 24 orë nëpërmjet tuneve, duke dhënë edhe aksesin e ditës së pushimit. Ata nuk kanë pas ditë pushimi. Ata kanë punuar në orë shtesë, të cilat e kanë edhe lodhur. Pra, numri i lartë u jep të drejtën e ditës së pushimit, po edhe orët e natës të jenë të ekuilibruara midis punonjësve. Të gjitha këto kanë qenë arsye që ne në Këshill Bashkiak kemi dalë në përfundimin që ndërmarrja duhet funksionojë një e vetme. Dhe këtu gjej rastin prapë për ta them që në analizën e riskut ne kemi thënë që nëse në një sektor, pra sektori i gjelbërimit, do të vinin 4 punonjës për të bërë një proces të punës dhe të themi krahasitjen, vinin edhe një makinë, pra me gjithë shoferin dhe një punëtor tjetër, pastaj vinin 4 punëtorë të pastrimit, të cilët duhet të mbledhin produktet e pjesës që bënte gjelbërimi. Pra proceset e punës ndaheshin, 2 fishi i numrit të punonjësve, pastaj edhe 2 fishi i shpenzimeve. Të gjitha këto në analizën e riskut kanë dalë në këtë përfundim. Sot ne ndeshemi me vështirësinë sepse me të drejtë ata kanë një muaj, as një muaj që kjo ndërmarrje ja shkrirë dhe do të kishin vështirësitë e tyre edhe në adaptimin, por ajo që unë shikoj më problem dhe ne po përgatisim vendimin për Këshillin Bashkiak janë orët të cilët qyteti duhet ketë aktivitetin. Nuk mundet që furnizimi
i dyqaneve, i marketeve, do t'jenë në çdo orë të ditës. Ata duhet të kenë orët e furnizimit të tyre në mënyrë që në orën 8 mëngjesit kur fëmijët shkojnë në shkollë dhe ka ngarkesë trafiku, nuk mund të ndalojë makina të furnizojë le të themi rrugën e spitalit që ka ngarkesën, të dalin dhe gjithë dyqanet të furnizojnë orët e mëngjesit kur duan ata. Ne po përgatisim një rregullore të cilën do të paraprijë gjithë aktivitetin e qytetit, pra me lëvizjen e autobusëve interurban dhe të linjave ndërkombëtare në një pjesë të qytetit, si dhe me ndryshimin kodin e penal për parkimin dysh, po ashtu dhe me ndryshimet e orareve të furnizimit të lëvizjeve të qytetit në dimër edhe në verë, ne do shpresojmë që të fillojmë të vendosim rregullat për zbatimin e tyre nga qytetarët. Faleminderit.